Mbrëmjen e datës 29 mars 2022 nga strukturat e policisë shtetit është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar Arratia, në kuadër të cilit u bë e mundur kapja dhe arrestimi i një për personave më të kërkuar dhe i dyshuar për disa vrasje në vendin tonë. Në 29 mars, rreth orës 22:25, lagje në Apollonia Fier, si rezultat i punës profesionale të strukturave të policisë shtetit, u bë lokalizimi dhe kapja e një për personave më të kërkuar sot në vendin tonë Nureddin Dumani. Në finalizimin e operacionit bazuar në informacionet e siguruara nga policia e Elbasanit, u angazhuan forca speciale RNA, forca e posaçme operacionale në policinë e shtetit dhe forcat e drejtorisë vendore të policisë Fier. Gjatë operacionit bashkë me shtetasin Nureddin Dumani, u bë e mundur kapja dhe arrestimi i shtetasit me inicialet HH 40 vjeç, banues lagjen Apollonia Fier, i cili u kapi i armatosur me një armë zjarri pistolet në brez dhe një pistolet në automjetin e tij. Gjithashtu nga kontrolli në banesën ku fshihej Nureddin Dumani u gjet e u sekuestrua një armë zjarri automatik Kalashnikov, si dhe prova të tjera të cilat do të analizohen dhe vlerësohen nga grupi hetimor. Po gjatë operacionit u kapën edhe 2 persona të tjerë të cilët grupi hetimor po punon për sqarimin e pozitës tyre për lidhje me personin e shumë kërkuar Nureddin Dumani. Sqarojmë se me datë 29 mars 2022 rreth orës 17:35 në aksin rrugor Elbasan-Cerrik, në zonën e Paprit, është qelluar me armë zjarri ndaj një automjeti tip BMW, në cilin dyshohej se udhëtonte shtetësi i kërkuar. Pas marrjes dieni për ndodhjen e kësaj ngjarje, fal veprimeve të shpejta dhe profesionale dhe ndjekjes në një kohë shumë të shpejtë nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Elbasan, u arrit lokalizoi dhe kapi personin e kërkuar Nureddin Dumani. Grupi hetimor po punon për të sqaruar dinamikën e ngjarjes, si dhe pozicionin e shtetasit Nureddin Dumani, i cili në momentin e kapjes ishte i plagosur me armë zjarri. Gjendja e tij sipas mjekëve është e stabilizuar dhe pas ndihmës që ka marrë në qytetin e Fierit është transportuar për në spitalin e traumës në Tiranë për një ndihmë mjekësore më specializuar. Deri më tani janë kapur e sekuestruar 2 armë zjarri pistolet, një armë zjarri automatik Kalashnikov, municion dhe karikator të sekuestruar në automjetin BMW në Elbasan, dhe prova të tjera të cilat grupi hetimor do t'i vlerësojë dhe analizojë në vijim të hetimeve. Gjej rastin të falenderoj gjithë punonjësit e policisë të angazhuar në këtë operacion, të cilët prej disa muajve kanë punuar me intensitet dhe përkushtim për lokalizimin dhe kapjen e personave të kërkuar dhe në rastin konkret e kanë finalizuar me sukses operacionin për kapjen e personit të kërkuar sot. Falenderoj Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan, Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës dhe SPAK për bashkëpunimin dhe mbështetjen e pakursyer e profesionale për strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Elbasan dhe strukturave tjera të policisë shtetit të angazhuar në këtë operacion. Policia e shtetit mbetet e vendosur për goditjen e çdo aktiviteti kriminal, kapjen dhe vënien përpara drejtësisë të autorëve të tyre dhe personave të tjerë të kërkuar që i shmangen hetimit. Ju falenderit dhe për hetimin e kryer sot, operacionin e kryer sot, ne do të kemi komunikime të vazhdueshme në dinamik, ku do të informoheni dhe këtu gjej rastin të falenderoj gjithë mediat për pasqyrimin kohë reale, për durimin e treguar nga ana juaj dhe profesionalizmin e treguar gjatë gjithë transmetimit të lajmeve. E bëm këtë njoftim sot, thash edhe një herë në respekt të gjithë punës tuaj të palodhur, pasi keni mbuluar me lajme dhe me informim të publikut në çdo moment, pavarësisht orës dhe terrenit. Operacioni, siç theksova, është në vazhdim dhe për shkak të sekretit hetimor, këtu do të ndalemi me njoftimin zyrtar dhe do të kemi komunikime të vazhdueshme. Na mirëkuptoni për këtë pjesë, siç e shikoni, gjithë drejtuesit e strukturave janë sot këtu. Dhe nëse ka ndonjë diçka për shtuar prokurori, drejtuesi i prokurisë Elbasan. Edhe një gjë vetëm të paqartë. Mund ta bëjmë pyetje, a ka pasur krahasje mes dy grupeve kriminale se opinioni publik i tij që Nureddin Dumani ka një armiqësi të hapur me Talo Çelën. Ka pasur një përplasje armatosur mes këtyre dy grupeve kriminale, për cilat ju po punoni edhe për kapjen e shumë kërkuarit tjetër Talo Çela, apo
Nureddin Dumani ka patur probleme me persona të tjerë të cilët ju i keni identifikuar dhe si doni dot me dije për opinionin publik komentalisht. Dinamika e ngjarjes dhe gjithë mekanizmi i saj do të shikohet hap pas hapi nga grupi hetimor. Nuk mundemi të bëjmë me dije në këto momente asgjë për publikun për shkak të sekretit hetimor dhe derisa ne, Policia e Shtetit, në drejtimin e prokurisë, të ketë një ide të qartë lidhur me dinamikën e gjithë ngjarjes ndodhur sot. Faleminderit. Prokuror. Përshëndetje, edhe unë nuk mund të shtoj për shkak se çështja është në zhvillime si për mëtesë sa ka thënë, sa tha drejtori i përgjithshëm Policisë së Shtetit. Përfitoj nga rasti të përgëzoj strukturat e Policisë së Shtetit për këtë finalizim të sotëm. Është rrjedhoi një pune jo vetëm në ndjekje të vazhdueshme gjatë ditës sotme, por është rrjedhoi një pune që ne kemi bërë në bashkëpunim me Policinë e Shtetit prej disa kohësh. Kaq mund të them sot, sepse disa çështje në fakt janë në fazë hetimi dhe arrestimi sot natyrisht i ka dhënë impulse të reja disa për këtyre çështjeve që lidhen me Prokurorinë Elbasan, por besoj me prokurori tjerë. Faleminderit. Përmendët prova që janë gjetur në automjetin me të cilin u udhëtonte ai që ishte në shënjë e saj. Janë gjetur prova dhe sekuestruar sa i përkasin autorët të dyshuar të ngjarjes që të shkollë në identifikimin e tyre përderisa nuk pranoi faktin zyrtarisht që mund të ketë qenë që në vendin e ngjarjes, si rezultati i veprimeve të para hetimore nga të grupit hetimor, janë fiksuar prova të ndryshme, prova materiale të cilat janë fiksuar dhe janë marrë. Natyrisht do t'i nështrohen ekspertimet nevojshme, por kaq mund të themi sot, sepse jemi vetëm momentet e para, po themi në fazat e para të hetimit. Zoti Ayazi, kemi bërë një punë shkëlqyer me kaluar për dokumentimin e veprimtarisë së zotit Dumani në një ndër ngjarje për plasjeve ku ju keni dokumentuar punën shkëlqyer të Policinë e Shtetit për fshirjen e tij në vrasjen e Bujar Çetës, vllajt Talo Çetës. A dyshoni që a keni informacione të jetë implikuar ky shtetas apo Talo Çeta në vrasje të tjera në përplasje me njëri tjetrin gjatë kësaj kohe dhe ai është mbledhur të pavlerësuar. E keni provuar që Nureddin Dumani ka qenë në këtë makinë vëm sot se nuk ndoshta se do të duam ai sa duhet. Domethënë që ishte Prandaj thash që kërkoj mirëkuptimin tuaj sepse jemi vetëm në fazat e para të veprimeve hetimore. Është vërtet që shtetësi Nureddin Dumani është person në hetim, ka qenë person në kërkim, sot i kapur në lidhje me procedimin penal që ju bëni fjalë për vrasjen e shtetasit Bujar Çela. Natyrisht dhe për procedimet tjera jemi duke zhvilluar hetimet. Thash pra është vetëm një moment, është shumë shpejt, është momenti i parë, sepse ky arrestim besoj ka dhënë impulse disa ngjarjeve. Faleminderit.